orës 20. Jo, nuk ka një plan. Jo, ora është e mjaftueshme. Nuk ka një plan. Kjo është fillimi, kjo është foltore, në të cilën do flasin deputetët, do flasin qytetarët, dhe qëllimi i saj është të ftojmë shqiptarët dhe të bindim shqiptarët se rruga e vetme për ata që duan të votojnë të lirë është protesta. Nuk është një punë e thjeshtë, nuk është një moment. Jo. Ne hapim si parën e protestave. Do punojmë fort për protestat të mëdha, për protestat kombëtare, për protestat qëndrueshme. Pra ky është vetëm, do të thosha unë, hapi parë në këtë alternativë e cila është e vetmja. Nuk ka një alternativë të dytë. Ndaj dhe ata që vinë sot, unë i fanoroj me shumë mirënjohje dhe i ftoj të vinë, sepse nisim çelim siparin e një përpjekje të tretë madhe në përputhje me idealet tona për rikthim në votës lirë, në një mision të ri të vërtet. Ne nisim një mision të ri të vërtet. Çdo njeri që vjen, do mendoj se është misionar. Si që ishte misionar, si që ishte misionar ata që nuk u lodhen, por shkuan 46 protestat e bashkia, gjersa Lali Vjellsi përfundoi aty ku e ka vendin. Edi Rama e ka shumë më tepër vendin atje, po kjo nuk bëhet për një herë.